Një makinë luksoze e llojit BMW M8 e vjedhur në Gjermani është gjetur në Tiranë. Sipas njoftimit të policisë, ajo dyshohet të jetë trafikuar dhe shitur në Tiranë nga një shtetas shqiptar i Kosovës. Policia ka proceduar penalisht blerësin e automjetit të trafikuar, i cili ishte njëkohësisht edhe drejtuesi i tij në momentin e ndalimit në Vorë, ndërsa ka shpallur në kërkim shtetasin nga Kosova që dyshohet se ka trafikuar këtë automjet në Shqipëri. Si rezultat i operacionit Stolen Line, u sekuestrua një automjet tip BMW M8. Blerësi i automjetit, njëkohësisht drejtuesi i tij në momentin e ndalimit, shtetasi me iniciale ED 39 vjeç, për momentin punohet për kapjen e 42 vjeçarit nga Kosova. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Tiranës për veprimet të mëtejshme për veprën penale, trafikimi i mjeteve motorike, njofton policia. Operacioni policor i koduar Stolen Line kundër trafikimit të automjeteve luksoze të vjedhura jashtë shtetit në Shqipëri ka çuar deri më tani në sekuestrimin e 5 automjeteve